kam një mesazh sot që mund të vjell një buzëqeshje, por që në fund mund ta ngritë të buzëqeshjen. Janë vetëm dy gjëra për të cilat duhet të merakosësh sot. Nëse je i shëndetshëm ose nëse je i smur. Nëse je i shëndetshëm, nuk ke pse të shqetësohesh, por nëse je i smur, ke dy gjëra për të cilat duhet të shqetësohesh. Nëse do bësh më mirë ose nëse do përkeqësohesh. Por nëse do bësh më mirë, s'ke pse të shqetësohesh. Por nëse do përkeqësohesh, ke dy gjëra për të menduar. Nëse do të jetosh ose nëse do vdesësh. Nëse jeton, s'ke pse të shqetësohesh. Por nëse vdes, ke dy gjëra për të cilat duhet të shqetësohesh. Nëse do shkosh në parajs ose nëse do shkosh në ferr. Nëse shkon në parajs, nuk ke pse të shqetësohesh. Por nëse shkon në ferr, ke dy zgjedhje. Të digjesh ngadalë apo të skuqesh direkt. Por për të shakas, ferri është një realitet i vërtet dhe lajmi i mirë është që nëse i beson Jezusit, nuk ke pse të shqetësohesh as në këtë jetë e as në tjetrën. Çfarë të shqetëson ty në këtë moment? Më shkruaj më poshtë pasi ti kish bërë follow dhe subscribe këtij kanali. Zotit bekoft.